Sonte keni pasur mundësi që të votoni edhe përmes SMS-ave. Çmimi i publikut do të ndahet edhe për femrat edhe për meshkujt. Unë pres edhe çmimet që të më vinë në skenë me njëherë mundësisht. Çmimi me SMS për femrën dhe mashkullin më të votuar. Mirë, do t'i ftoj edhe kolegët nga Ziko TV që të vinë të japin këto çmime. Pak nëse ata vinë atëherë nuk keni nevojë për ne apo jo? Do na zëvendësoni për pak çaste apo jo? Po ma merr mendja që është bëm mjaft me ata dy, ta ndrojmë pak sa. Unë do doja që fillimisht ju them të gjithë juve mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Zhurma Show 2009. Mirëmbrëma gjithëve, faleminderit shumë që keni ardhur. Spari shumë mirë ku duken e gjithë. Ndërsa unë do doja që me një duartrokitje shumë të madhe nga ana juaj, ta duartrokasim një këngëtare shumë të madhe kosovare, një këngëtare që e njohim gjithë ne, por e njohim si Bilbili i Kosovës, të madhe në Xhmije Pagarusha. Njëkohësisht, një përshëndetje shumë të madhe shkon edhe për këngëtaren Shpresa Gashi. Sigurisht një duartrokitje shkon dhe për gruan e luftëtarit të shquar, zotëria Agim Ramadanit, zonjën Shukrie Ramadani. Sigurisht një falënderim dhe një përshëndetje dhe një duartrokitje shkon edhe për kryetarin fitues të qytetit të Gjilanit, zotëri Qemal Mustafa. Mos harroj me i falenderu edhe Jurin, pjesës cilës jam me dhona. Një duartrokitje për Jurin ju kisha lutur. Prej sponsorave, ose them kështu sponsori general Arsikollës. Ky është Granit Miftari. Kjo është Edona Memini, që sonde kisha dash me jep një kompliment shumë të madh, me qenë se ka ndryshu krejt stylingun e saj, edhe për herë të parë më ka pëlqyer. Ma bre. Granit kom të më ndridhen. Unë për jap çmimin e publikut për SMS. këtë çmim e fiton kosovare Hasi. Shumë bukur të dukesh, urime. Mirëmbrëma gjithëve, ju përshëndes. Sonte kjo sallë po ngjan një galaktike që përmban shumë ju. Jeni shumë të mirë. Faleminderit Ziku shumë. Faleminderit ata që punuan për këngën Zjarr mes nesh, këngëtarin e madh Ilir Shaqirin dhe Korab Shaqirin. Dhe përshëndetje të veçantë për babon tim i cili më qëndron gjithmonë pranë, Skënder Hasi. Bravo!